Mjedisi i pastër. Fëmia që rritet në mitrën e nënës ka nevojë për oksigjen edhe pse vetë fetusi nuk mund të marrë frymë, por e shfrytëzon oksigjenin që e pranon nëna nga atmosfera. Nëna jo vetëm që e konsumon oksigjenin për vetveten si mjet të jetesës, por ja siguron edhe fetusit. Nëse nëna merr frymë në një atmosferë të pastër dhe higjienike, ajo mund të sigurojë shëndetin e vet dhe të fëmijës që e bart. Nëse mjedisi i nënës është i ndyt dhe merret ajri i helmuar, atëherë ka rrezik që sëmundja të ndikojë në shëndetin e saj dhe të fëmijës. Prandaj gratë shtatzëna këshillohen t'i kushtojnë kujdes të veçantë mjedisit në të cilin jetojnë. Ato duhet të kalojnë në një mjedis të pastër e të pandotur, ku mund të marrin frymë lirisht. Gratë shtatzëna duhet të shmangen edhe prej qëndrimit të vonshëm gjatë natës, gjë që mund t'i lodhë ato shumë. Gjatë shtatzanisë gruaja duhet të qëndrojë larg prej duhanit dhe ta mbrojë veten nga qëndrimi në rrethana të ndotura. Gjatë fjetjes duhet i mbajnë dritaret e dhomës së gjumit të hapura, ashtu që të mund të hyjë ajri i pastër në dhomë. Duhet të cekim se mungesa e oksigjenit mund të jetë shumë e dëmshme për fetusin. Në vazhdim do të përsërisim edhe një herë paragrafin e doktor Xhelalit, që e kemi cekur më herët për vëmendjen tuaj. Më herët është menduar se defektet e ndryshme të trupit si buzët e çarë, sytë e vegjël, e të fundosur dhe shputa apo tabanët e rafshët janë të natyrës gjenetike. Hulumtimet kanë treguar se këto defekte janë shkaktuar nga mjedisi rrethues dhe posaçërisht prej mungesës së elementeve si oksigjeni gjatë shtatzanisë.